sa herë që njeriu i del Kur'anit nga fillimi në fund, do të kuptoj tek vetja e vet që nuk është më ai që ka qenë para se ta mbaronte Kur'anin. Këtë ta keni të sigurt. Sa herë që njeriu lexon një libër të ri në jetën e vet, ta kuptoj që nuk je më i njëjtë siç ishe më përpara. Ke ndryshuar në botë kuptim, ke të shtuar diçka për diturisë, të shtuar një qasje ndryshe për jetën. Çfarë na kushton neve të sakrifikojmë 10 minuta, 20 minuta nga koha jonë për t'ia dedikuar leximit të Kuranit famullar, apo një libër që shpjegon Kuranin famullar, apo një hadith të profetit sallallahu alaihi wasallam. Tani po të duam të kritikojmë veten, ne jo 10 minuta, po na dalin shumë orë kot gjatë gjithë ditës. Shumë orë kot.